sikur që po vjen Ramazani, e po na nxen me një datë shumë sublime, shumë me vlerë të madhe. 17 shkurti, dita e pavarësisë. Po hym në 18 vjetorin e shpalljes së vendit tonë të pavarur dhe sovran. Na i ka kthy buzëqeshjen, na ka kthy gëzimin, na ka kthyen pavarësia elanin, energjien. Janë mbush ky vend yni me plot mira. Sot kemi një infrastrukturë që nuk e kanë edhe vendet përreth nesh, institucione shkollore, institucione shtetërore tjera, që të gjitha, ama që të gjitha janë vlerë e dëshmorëve. Që të gjitha janë vlerë e dëshmorëve, janë vlerë e veteranëve, janë vlerë e invalidëve, janë vlerë atyve njerëzve që me shekuj janë përsekutu, janë shtyp, janë ekzekutuën, janë internu, janë burgosën, janë ekzekutuën, nuk e kanë lënë me u kënaq me familje në këtë vend. Është meritet gjithë këtyve burrave, edhe këtyve grave. Ama dashurit e me, këta burra kanë sjell djemë dhe vajza të mëdhej. Këta nana dëshmorëve, këta baballar dëshmorëve, këta babalare nanat veteranëve të invalidëve, kanë lind, kanë eduku njerëz që kanë bart mbi supët e tyre amanetin më të madh, çlirimin e vendit, shporjen e armikut shekullor shka që na ka shkele, na ka përsekutu për shumë vite. Nuk na ka lanën asgjë për të shijun këtë vend. Është merit e këtyre dëshmorëve, veteranëve dhe invalidëve të luftës, pa shatë madhin Allah, ata që i përbuzin, ata që i nënçmojnë, ata që nuk i nderojnë, ata që shpifin për ta, Allahu kom i denu edhe në dynja edhe në ahiret. Allahu kom i denu, bile unë po lutem, Allahu me i denu ata që nuk ju gëzohen çlirimit të vendit tonë. Po dridhem, me gjithë shpirt jam të folën, që me javdit vlerën këtyre burrave dhe këtyre grave. Po vjen 17 shkurti që na gëzon që të gjithëve, dhe na lumturon që të gjithëve, sepse e kemi pas ëndje për ta arrit, për ta festu dhe manifestu. Andaj ngritnu në 17 shkurt, falenderën e Zotin Dhul Gjelal, lutuni për gjithë ata që sakrifikon, që na me e pasën këtë liri, ngritni flamurin në për shtëpit e juja, në për xhamit e juja, në për shkollat e juja, në për rrugët e juja. Mësënja mas pari fëmijëve, se në shkollë nuk janë të nalon bashmir me mësuen. Kallëzoj që me shekuj, me miliona njerëz janë përsekutu nga shkau, që na me manifestu sot ditën e pavarësisë. Tregoni se me mira njerëz shkona i ka mbyt 98-ën, 99-ën. Me qindra na i ka masakru, edhe fëmijë 2 muj, 1 muj, edhe plakun 100 vjet, na i ka masakru shkau. Tregoni ju fëmijëve t'juj na për shtëpit e tona, tregoni ju vëllezërve, motrave, tregoni ju atyve që janë në gurbet, edhe atyve që kanë lindat janë në gurbet, sepse prindrit e juj kanë ik, jo nga dashuria, po shkau i ka internu, shkau i ka përzan, nuk i ka lanën as me i pa prindrit, po nuk i ka lanë edhe me arë me i vorrosën, një pjesë e tyve nuk i avdim as varrin prindërve tanë. Mësën ju e vladët e juj, se kemi me mira të zhdukur, që nanat dhe babalarët, vëllezërit dhe motrat, bashkëshortët dhe e vladët, për çdo ditë rrinë në dritaren e shtëpisë, dhe duke hap ekranët televizive, mos ka na i lajm për djalin apo për vajzën time. Mos ka na i lajm, ndoshta është i gjallë, po edhe nëse nuk është, t'ja di varrin ku e ka. Mësanje e vladët e ju i dashurit e mi për këtë çështje shumë madhore, shumë sublime janë këto gjëra. Mësani dhe lexoni edhe historinë, edhe bëhuni
shumë pozitiv në këtë drejtim dhe nderoni njerëzit që kanë dhënë kontribut për çlirimin e këtij vendi, dashurit e mi. Edhe manifestimi liria që ka emën, edhe ajo protestë, më falni, që do të organizohet, që është në përkrahje të çlirimtarëve tanë, në përkrahje të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që ajo na i ka largu agresorin, na i ka largu shkaun prej këtuit, na i ka largu atë që edhe varrët na i ka djeg, edhe shkollat edhe xhamiat na i ka likvidu edhe na i ka djeg, na ka internu për këtij vendit, të dalmi në përkrahjen e tyre, sepse ata janë vëllezërit e tonë, ata janë prindrit e tonë, ata janë pjesë e gjakut tonë, ndjenjave tona. Gëzimi ynë nuk është i bollshëm pa ta, pa këto vëllezër, pa këto motra. Nuk mundna na me u gëzu, nuk mundemi, sepse atyve burrave dhe atyve grave u jemi mirënjohës për çdo minutë, në çdo ditë, në çdo natë, për çdo frymë që e marrmi, për çdo frymë që i marrmi. A shumë e rëndë, e plesht e tonë e kanë thonë një fjale, unë s'kam qare pa e thonë, kërkoj falje nëse është me gjutë, olt pak, nuk është të marrë dhe i nati, pse delen teme atu ma hongër uki, a mo kur pisha këta qenë të mi, të hongër me ta, valla do më plas zemra kretë. Valla do më plas zemra kretë. Andaj, na do t'jemi krah i fort për këta vëllezër dhe për këta motra tona, sepse mbi të gjitha është vendi ynë, është liria jonë, është gjuha jonë, është besimi ynë. Këto mesazhe dalin edhe nga xhamitë tona për çdo ditë dhe për çdo natë. Për çdo ditë dhe për çdo natë, sikur që edhe Bashkia Islame e Republikës Kosovës me gjitha mekanizmat e vet që shtrihet në tërë territorin e Kosovës është organizuar për ta përkrahur këtë marsh që do dalëm qetë, mirë po do të kërkojmë atë që është imediate për vendin tonë, për lirimin e më të dashurve tonë dhe për t'i thonë botës mbar se ushtria çlirimtare e Kosovës është historia më e mirë, më e lavdishme në tërë historinë e shqiptarisë. Kudo që ekzistojnë shqiptarë dhe që flasin shqip. Allah na përdor për hajër dhe për të mirë. Elhamdulillahi Rabbil Alamin.